Në organizim të miftinisë së Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar për 12 vite me radhë, do të mbahet manifestimi tradicional dedikuar ditëlindjes së Muhamedit a.s. Agenda e ngjarjeve të parapara fillon nga data 15 për të kurorzuar me aktivitetin e fundit, që është manifestimi tradicional Mirë se erdhe o Resulallah, që do të mbahet më 20 prill në palestrën sportive Rinia në Gostivar. Për 12 vite me radhë, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar organizon manifestimin tradicional Mirë se erdhe o Resulallah, që i dedikohet ardhjes në jetë të priesit të besimtarve islam, mësuesit të njerëzimit dhe profetit të fundit Muhamedit a.s. Jave Muhamedit, paqja qoftë mbi të, ka për qëllim nderimin e jetës dhe veprës së priesit të besimdrejtëve, jo për të bërë një festë të zakonshme për ditëlindjen e tij, por për të rikujtuar mbi traditën profetike, e cila do të mbetet udhërrëfyese për të gjithë pasuesit e tij derisa të ekzistojë bota. Ndonse aktivitetet do të jenë të larmishme, në esencë të gjitha përcjellin mesazhe të caktuara, duke i dhënë përparësi dijes, bashkimit, solidaritetit dhe vlerave të tjera shoqërore, njerëzore dhe mbi të gjitha humane. Agenda e javës së Muhamedit, paqja qoftë mbi të, fillon më datë 15 prill me mbajtjen e konferencës për shtyp, ku do të jepen detajet e manifestimit. Më 16 prill do të bëhet vizita në shkollën fillore Mehmet Deralla në fshatin Gradec dhe në shkollën Përparimi në fshatin Çegran, ku dhe do të bëhet dërgimi dhuratave letrare, libra për bibliotekat e këtyre shkollave. Më 17 prill vijon vizita në klasën e nxënësve me nevoja të posaçme në shkollën fillore Mustafa Kemal Ataturk, me çrast do të ndahen dhurata simbolike për nxënësit e kësaj klase. Dhurata do të ndahen edhe për bibliotekën e shkollës fillore Ismail Qemali në Gostivar. Më 18 prill do të bëhet promovimi i librit Duodecimalistët Shiit dhe Ehli Synneti i autorit profesor Dr. Musli Bajrami, ligjerues në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Aktiviteti do të mbahet në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Organizimet e lartë përmendura do të përmbyllen më datë 20 prill me fillim në ora 17 me manifestimin qendror Mirë se erdhe o Resulallah, që do të mbahet tek palestra sportive Rinia në Gostivar. Me këtë rast, të gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj ceremonie madhështore në një ditë të shanuar të muslimanëve që përkon me ardhjen në jetë të Muhamedit, paqja qoftë mbi të, praktikës së të cilit i referohemi ne, janë të mirëseardhur nga Këshilli Organizativ, ndërsa hyrja do të jetë gratis.